Miri. Gent, faleminderit që ke lënë punën dhe që je në lidhje të drejtë për drejtë me mua. Pati nga ata, brenda Partisë Demokratike, njëri nga nënkryetarët tuaj ishte jashtëzakonisht entuziast që nuk do vidheshin votat e diasporës. Pati nga ata që patën shqetësim se kjo do ndodhte, në fakt ka ndodhur në mënyrë dhe në shkallë të madhe, numerike, gjithashtu të shëmtuar si çdo me çdo vjedhje të këtyre dimensioneve. Dua të më thuash, çfarë është konstatuar deri tani dhe është për t'ja u thënë në mënyrë për herë të 733 njerëzve të Partisë Demokratike. A mund ta dokumentoni? Sigurisht që po. Por gjithsesi ka një për ta bërë një analizë ka një common sense. Dhe kjo është tepër banale, tepër e dukshme për të bërë sikur nuk po e kupton se çfarë po ndodh. Të bëj një analizë. Të gjithë ata që në fakt ose bëjë diri në raport i quan të autocensuruarit, mediat, gazetarët dhe analistët, po përpiqen të justifikojnë të batërdi që ka ndodhur me faktin që megjithëse po kërkon një mandat 4 mbas 12 vjetësh dëme, populli e do shumë, për njëra prej arsyeve është se ka futur në burg disa veta, të cilët i pas kanë prishur punë popullit, që ky nuk e dinte. Burgu nga ana tjetër e voton edhe më shumë se që ka votuar populli, dhe na del tani që diaspora e voton edhe më shumë se burgu. E vetmja logjik që i lidh të treja këto të dhëna bashkë është fakti që si në burg, si në diasporë, si në Shqipëri, njerëzit nuk kanë qenë të lirë të votojnë, ky ka inxhinieruar, siç e thatë ju, rezultatin në mënyrë përpik banale, jashtëzakonisht brutale dhe efektive padyshim. Ju lutem se ju dëgjoj me shkëputje. Banale, por efektive megjithatë. Shiko, efektive do ishte në qoftë se bën diçka dhe se marrin vesh të tjerët. Në momentin kur e bën në një mënyrë të tillë që thyen edhe inteligjencën, common sense-in e shoqërisë, unë mendoj që thjesht ke blerë se ka harxuar shumë për vetë punë, energji dhe para, ke blerë me gjithë dhe para ke blerë belan tënde. Ngjarja me diasporën, diskutimi që është bërë gjatë orëve të fundit në raport me shkrimin me të njëjtën dorë, transferimet, vrapet e domethënë atyre zarfave o të mungueshëm o real, qoftë edhe zëvendësimi i fletëve të votimit dhe që në 96-ën nuk e kisha dëgjuar në këto dimensione zëvendësimi në Shqipëri i fletëve të votimit. Kthimi mbrapa më duket kaq problematik dhe le të themi shqetësues, sa gati nuk e marr dot në konsiderat, nuk e di pse. Në këto rrethana mund të konsiderohet që vota e diasporës është e devijuar plotësisht? Për mendimin tim është kritikisht e dezintegruar, nuk paraqet vullnetin e votuesve, aty ka prova mjaftueshëm filmike në rrjete, po ti shohësh, mjaftojnë për të kuptuar tupat e zarfeve që shkonin merr njëri tek DHL-ja, po themi në Kret, me çka kam parë një rast, nëse kuptoj se si ka ndodhur, gjithmonë se me parat tona është blerë shërbimi derë më derë me firmën e cili do destinatari i cili duhet firmoste për ta marrë dorëzim. Ka vajtur ka marrë një njofun i kam lagje i ka dhënë fletë votimit në fund fare, prandaj kjo është dora që ka firmosur për mira të emigrantë të cilët nuk e dinë që kanë votuar, të cilët paraqiten përpara zyrave të postës dhe marrin vesh që ti e ke dorëzuar zarfin, e ke marrë, ke votuar, ke dorëzuar zarfin 3 ditë më parë. Kështu që unë mendoj që kjo është tepër e madhe, tepër e trashë për të qenë e pranueshme, për të pranuar. Besoj që është e refuzueshme në moment tani, pikërisht mos të vuajmë edhe një herë për shkak të njëjtës dorë që ka inxhinieruar të gjithë procesin, të vuajmë edhe një 4 vjet që mund ta kemi mjaftueshëm prova për të thënë mjaft, domethënë as mashtrimi që bëje deri dje në zgjedhje, as patronazhistët nuk të mjaftojnë më. Çfarë do të ndodhë, natyrisht, unë jo më kote përmenda në fillim një kthes të madhe, të menjëhershme që kanë marrë ata që praktikisht e bëjnë analizën në Shqipëri, analizë të mirë o të këqij, të shitur ose jo, ata e bëjnë analizën në këtë vend. Është një grupim i madh njerëzish ky, të cilët menjëherë bën atë që ishte lehtësisht e parashikueshme. Pra filluan të bëjnë akuzën ose akt akuzën ndaj opozitës.
edhe partisë kryesore të saj dhe liderit partisë kryesore të saj. Kur ndërkohë do të duhet bëhet një tjetër analizë më e madhe, ku natyrisht do bëhet dhe analiza e partisë që ka humbur padyshim. Në këtë sens, në këtë timeline, Gent, ku jemi ne? Do me thënë, si që kuptoj unë, do të duhet të bëhet Partia Demokratike dhe opozita në Shqipëri, do të duhet të përpilloj me shumë kujdes nga dalë dhe me qetësi një material denoncuese diskreditues të saj që ka ndodhur. Materiali duhet jetë i pranueshëm në gjykat, pra me fuqi të faktit të verifikueshëm, dhe mbas kësaj do të duhet merret një vendim i karakterit pranim mos pranimit konceptual të zgjedhjeve. Nuk shkoj deri ke largimi në parlament sepse do ishte gabim që i bër një herë me konsekwenca të forta, por ama me një narrativ që duhet jetë fort. Pastaj duhet të fillojë diçka tjetër, riorganizimi i brendshëm, por ama mbasi të merremi një herë me vjetësin, pastaj merret me atë që është vjedhur. Pra, kështu do të ndodh? Jam i sakt, apo ju keni plane të tjera ose ndoshta një logjik tjetër reagimi brenda opozitës? Po ne akoma nuk kemi mbledhur, ne akoma domethënë flim nga një orë gjumë, sepse në vazhdim timet jemi impenjuar në për numërim. Unë do doja ta nisja si Gent duke dhënë mendimin tim personal. Sigurisht nuk kam pasur kohën fizike të ndjek mediat dhe analistët e autocensuruar për të paguar, se ata mund ta thonë këtë punë, por unë një analizë logjike do e bëja. Ky për program gjatë kësaj fushate nuk pati, nuk e dëgjoj njëri program. Kishte atë Shqipëria në BE 2030. Në fakt ajo që ka mbetur nga fushata është Kooperativa 2030. Këta thonë që nuk frymëzon më Sali Berisha dhe të tij, por njerëzit i frymëzon ka Zeqineja. Zeqineja është tani, Zeqineja nga Roskoveci, kooperativistja nga Roskoveci, është simboli i femrës shqiptare, mbas saj çmendën të tëra, dhe për këtë arsye shkojnë mbrapa Edi Ramës. Të gjithë burra dhe gra bashkë janë çmendur mbas Edi Ramës, veçanërisht mbas i shan çyrin autik etj kudo. Ky është trendi. Ai i frymëzon shqiptarët dhe i frymëzoka në një mënyrë të jashtëzakonshme, jo Sali Berisha. Të debilizosh një shoqëri të tërë, shoqërinë në hall, të marrësh guximin, të vendosësh fytyrën tënde pas këtyre fjalëve, që kuptoni janë qesharake deri në dhimbje. Unë s'ke që thuaj vetëm të thua që Zoti pas të mëshirë për ty. Unë mendoj që i gjithë procesi nga pikpamja teknike ka shumë gjëra për të diskutuar, ne sigurisht i kemi mbledhur që të gjitha provat, përfshirjen e kemi, përfshirjen e administratës publike, përfshirjen e kësaj. Unë do ju kërkoja vetëm një gjë. Duhet ta fillojmë të gjithë duke kuptuar nuk kishim zgjedhje. Ju vazhdoni thoni nuk fituat, nuk mund të fitojë. Shteti është, ne kemi pasur përballë shtetin. Shteti është organizata më represive, më arbitrare që ka arritur të krijojë njerëzimi. Prandaj që të quhen zgjedhje, kriteri numër 1 i Kartës Kopenhagenit është shteti të rrinë më njanë. Partia e pushtetit të mos përdorë shtetin. Në këtë rast nuk e ka përdorur shtetin. Shteti ka qenë, ne kemi pasur përballë shtetin, jo partinë e pushtetit. Kështu që duke nisur nga kjo, duhet kuptojmë që ne këtë radhë nuk kemi pasur zgjedhje, nuk kemi pasur as mundësinë teorike të zgjedhjit. Ajo që ka ndodhur, 34% e shqiptarëve të paktën kanë arritur të bëjnë heroizmin, të dalin përballë, ta çojnë votën kuti dhe ne po bëjmë të pamundur për të numëruar dhe për të pasqyruar votën dhe vullnetin e tyre. Asaj pjesës së Shqipërisë së mirë me dinjitet e cila refuzon të përkuhet përpara këtij maskaraje. Kështu që unë mendoj që fillon këtu. Pastaj cili do të jetë procesi teknik? A do kemi prova për gjykat? A do futet njëri në burg? A kështu? Kjo është gjë. Ne si shoqëri duhet i vëmë emrin kësaj maskerade. Çfarë ishte? Dhe unë mendoj që unë refuzoj të besoj që pjesa më e madhe e femrave socialiste, veçanërisht atyre që shohin Tiranë ke bloku, kanë idhull ndërrojnë të bëhen si Zeqineja. Unë refuzoj të besoj që mira burra dhe gra socialistë, po komunist pandrejshëm quaj sa duash ti, po njerëz normal që kanë një familje normale, kanë model të maskarajin i cili del dhe flet la pa la një populli që e ka çuar në ditë të hallit. Unë nuk besoj se ky është i populli i frymëzuar, ky është i popull që thjesht nuk është më i lirë. Është një shoqëri që nuk po ka më fuqi të reagojë. 34% e saj, 35% e saj me çdo kuti e ka bërë. Unë besoj që është shumë më tepër nga ç'na duhet për të filluar reagimin. Genti, vazhdoni punën, natyrisht është shumë e rëndësishme. Faleminderit që erdhën programet Kërkoj Ndjes që të mora kohën. Tash do të rishikues është Gent Strazimiri.
Në të folurën e partive politike ashtu si që është bërë, ashtu si që është ndryshuar, dhe sidomos ashtu si që përzgjedh e folura politike njerëzit, Genti gjithmonë, jo aq që ka pasur pasion